Sot në orën 10 ka pas me u rënun një objekt me Saadine përballë të komunës ose anash komunës i vjen. Unë jam kanë një ditë përpara, edhe kam marrë disa deklaratat aty në njerëzve aty që jetojnë, edhe ata janë kategorisht kundër që është bërë shpërndësimi pa i pyet hiç, kanë dalë parët tek aseti BÇK-s si Ministrisë Financave pa i pyet hiç, edhe nuk përdojnë me lëshu ato pa u kryer një proces gjithësor. Ç'është është puna me na tregu? Faleminderit mas pari, në fakt është drejtë e qytetarëve, është normale me pas me mbrojt pronën, por nuk është pronë aty në radhë parë. Defekti parë, toka është e komunës. Keni parasysh. Ndërkaq banesat dhe lokalet kanë qenë në pronësi private të sistemit. Dihet kjo punë, disa të janë transformu pastaj kanë kaluar në pronor të ri pas luftës. Sido që tjetë, ne kemi rënuar për të ndërtu parkingun në Tuksor dhe parkun që shihet, edhe 4 objekte tjera që tash nuk duken, nuk i shihni. Janë rënuar disa të tjera, mund t'i shihni janë në portalet ndryshme janë edhe në website komunës. Procedura shpërndësimit është kry, ndoshta ka më shumë se 2-3-4 vjet, para se me fillu projekti, dhe ka pas debat me qytetarët, cilat janë mojt në sallë, kemi pas kontakt me gjithë qëta pronari, mi taku me gjithë ata dhe në zyrën tim. Dhe procedura është kry e shpërndësimit. Madje qytetarët nuk më dalë mjetet në llogaritë tyne pa e ditë qytetarit, se qytetarin e ka pru vetë llogarinë bankare të vetëm për mjetit mjetën. Ai po thotë që nëse ata nuk folën, ai sa bëhet kena më dëgjim publik. Këtë ata janë kanë dëgjim publik. Kena diskutu po. Jo. Edhe i na marr po, ai po ma bëni më pyetjen, nëse ata nuk e dinë hiç dhe s'janë pajtuar me shpërndësim, çish kanë dalë aty në parët po. Çka ja morëm çdo llogarit po ai. Unë më fal se po do të më përdor një fjalim tjetër, vetëm pas dëgjim publik me të UFO, jo me neve njerëz, por jashtë Toksor, po. A na si na kanë dëgjim publik, asnjë pe banorëve nuk ka fol për këtë pjesë. Thoni ku pas krejt në zyre, ta kena fol me krejt. Me mu jo, unë se di, unë kam gjysën e ndërtesës, unë nuk unë fol me ta. A opta. Ty në i pare në gjyllëri tonë në të kanë dalë? Jo, unë nuk di as pare ason, as këta s'kanë marë, pare s'u më kanë dalë në gjiro logari, edhe nuk e di kush e ka qilat gjiro logari temën, që ka me bo një padit pa tjetër sushme, sot kam janis për padin në gjiro logari, kush ka bo në emën temë gjiro logari. Ja, i po të ka jamërëm në gjiro logari nëse ata s'janë pajtu. Unë edhe kjo... A i për përdorë si argument këto? Unë tash ka me hi edhe kjo shumë mirë, tash unë me njëren sot ka me bo padin, që gjiro logari në emën temë, unë s'kum në nëshkru. Nëse e kam bo ata, unë i thashë, nashtaj, te e ke ekzekutu pagesën, ka shku për të Ministria e Financave, pastaj Ministria e Financave të bënë ekzekutimin. Ju e keni dhënë gjyllë llogarinë atina? Jo, kur heq. As në shkrem, as ministrisë, as kum diskutu me kërkan. Kjo e ka bë në mënyrë klandestine këtë projekt. Kjo ka desht me marë këta, më na i marë neve pej dorës. As ka unë me neve me fol, as me diskutu, unë qëto jam që s'di so vite, ka mujt me njëherë me mu me diskutu, ose më thirrë në komunë me shku me bisedu. Kur unë heq për qëtë objekt me ta nuk unë fol, as me një njeri zyrtar të komunës nuk unë fol. Këto janë këtë thashe thame tina, thashe thame për intereset veta. Ku i kemi marrë në llogaritë e tyre, ata ja kanë pru shërbimit tonë adekuat, vetë llogarinë bankare për t'i marrë mjetet. Tash është pak absurde në kuptimin ti i ke pranu mjetet financiare, ke pranu shpërndësimin, është vendimi i shkollës më të lartë, i gjykatës së apelit, që e ka konfirmuar vendimarrjen tonë. Dhe tash tentojnë me zvarrit këtë çështje pa nevojë, sepse shikoni, nëse ka objekte që shëmtojnë qytetin e Lipjot, janë çdo objekte rreth rrugës. Këtë qytetarët e dinë që shëmtojnë. Janë para rënimit ato objekte. Dhe e dyta është vetëm një zonë e cila ka met e sistemit kështu e pa rregulluar, e pa urbanizuar, mund ta shihni. Është kuadër të projektit të tërësishëm të parkut, parkingut, nënkalimit, i cili e kompleton tërësisht projektin. Nuk është diçka që ndahet nga ky projekt. Kryetari po insiston që kjo tokë është e juja, e ju e keni veç të banesat e keni marrë më herët në kohën e shumë kur ka ekzistuar koha e komunizmit, po thot ai. A është këtë toka e juj? Këto janë thashe thamet të kryetarit, se është në pyetje që kjo najrë që shedim na nuk rrenë. Kjo është në tokë të vete marrune. Po na thashe i kena organizuën, mi nëzirë edhe tapit mi prunë, që i ka këto dhe me këqyrë sakt. Se do me thonën, toka edhe kjo knena që ashtën, edhe mrapa, është e objektit. E objekti është i joni, edhe neve në takonën edhe toka e objektit që është për rreth. Do me thonë që komuna nuk është heqe komunës, toka është
e ndërtesës, kjo s'munët me nejtë në ajrë, që shpretendohet. Komuna s'munët të bëtë që kënë që të pëthua? Ja, s'munët. Ja, por s'munët me bo. Ata pëthojnë që na i kena letrat, mi kam prezentu disa letrat që kam fleta poseduse të tokës. Nëse kanë fleta poseduse, letigjojnë, të dëshmojnë, unë nuk besoj që gjykata, theme dhe orë dhe gjykata apelit, vendimin përfundimtare ka marrë në dëmë qytetarëve. Atëherë pse pra nuk është ekzekutues ata i vendim? Edhe një çështje tjetër. Edhe sikur tjetë, edhe prona private. Shteti ka drejt me shpërndësu. Qysh po dihet, unë me so pe kuptoj, pe shë, në Lipjan ka shumë pa drejtësi që janë të ban, edhe krejt kryetari e ka përgjithësim për gjitha këtoj. Pse? Se mu kanë lajmëru mu dje shumë e njeri këto, janë kanë thirë protest mu që, se po shihet se sot mu ma merë pronë, nesër ta merë ty, mas nesër ja merë ati tjetrit, ka pak natësi pa fundshme. Kanë thirë protest, pritet me të 15 protesta me dalë këto e përgjithshme, edhe inshallah po mund shmimen edhe me mbrojt pronën private, se prona private është e shenjtë. Unë i pyta thash, këmë folë me shumë njerëz të në për Lipjanin dhe pëthojnë që te e tablu pushtetin tënë, këto e ke bo gati e Lipjanin për veti. A i ma kthej, a e mur kontekstin politik, ta po tha se bisedat e mija me qytetar, ta besimi tyne që këmë dërtu, dhe e kthej në tjetërën anë. Ja. Që është ke perceptim për kryetarin? Unë për vetin jam musum interesat. Në aspektin biznesi? Politika nuk kam kur gjën kur të bane, kështë nga historikun tem me politikë nuk kam for të bane, as kam biznese me politikë, as kur gjën. Vetëm thamë one që është kjo edhemshme të mund një me po në fakte po foli, i vetëmi është Lipjani që nuk ka leju firma të huja me ardhë me të ndërtu në Lipjan, edhe këtu isha i ka këto i diskriminon. Nuk lëshën leje, i maltreton, do me thonë në janë të jek njerës janë të jek për ti, bizneset janë të jek për ti. Pse po thu që eksistan kjo? Po mujni me ditë, këshërë jo në shtime, janë 4-5 firmat Lipjanit, punojnë i marrën letë për një ditë. Në Ferizaj që ashtu në Prizren, Prishtin, Gjilan, krejt marrën leje. I vetëmi Lipjania nuk ka firma jashtë Lipjanit, edhe tjetra nëse ka firma jashtë Lipjanit, janë shumë më kanë do të me këshyrë historikën, janë shumë mështë me ta. Apo s'ka heqë. Edhe Lipjani ka mujtë më zhvillu ma shumë se qytetet tjera, po folim në ekonomi edhe në biznes, këse është veni mirë, është e ka Prishtinën në afër, e ka lidhjet e mira infrastrukturore, këtë do me thonë e ka shkatru Lipjanin. S'ka pru investimet huja të heq, unë e kam pos investor që kam pos marrë, kës tjep leje, kë diskriminon, për që si ndërtus ose si investori huji, kë ato këqyrën si në kohën e komunizmit, me pas vetë në dorë edhe e ka arritën. E ka në dorë kejtë vetën. Ta shë dinë edhe qytetarët, po qatë shumë ka marrë pushtetë këto në Lipjan, që edhe qytetarët nuk mujnë me dalë kënë ratina. Ideja është ata pëthojnë që nuk përbesojnë që ka me meta eve shpark, po ato ka me ndërtu. Gjës park, gjës ndërtime. Jo, nuk ka në projekcionin të, nuk ka ndërtim fora të. Ne e kemi halo kontratën, bile këtë menej që gjykata i ka bodëm, komunës, ka bodëm shtetit. Edhe po thutë që s'ka shansë dhe ato më ndërtu kur dhe shka. Edhe janë pararim, jo nuk po them. Këtë pjesën ku është kjo objekt që jem të rënu, po ju garantoj që në mandatet mija dhe në planet mija nuk ka kur fërë ndërtimi. I vetëmi ndërtim është zgjerimi i parkingut në Toksor, vazhdimi i këtij projekti që po e shefni, ndërka pjesa e këtyre tjerë që në ofër policisë, është tjetër projekt. Sepse në sipërfaqe me zgaboj pak më e madhe. Janë edhe 2 objekte të ngjashme të tilla dhe është një prunë private mes tyre, edhe to ka private. Në rastin konkret, to ka është e komunës, fletë poseduse s'kanë. Ata s'kanë fletë poseduse as banesa, as lokale. E që kanë dalë për parë? Kanë kontrata që planorë që asoj. E në ajo kontrata, që dalën prej asaj tjetërës? Natyrisht, nuk më është me pas, nëse ti se kimi pronësi tonë, më është me pas. Me kanë e kanë bë ata kontratën? Urna? Me kanë e kanë bë kontratën? Që natyrisht, sigur, atë që kanë ble. Po. Ose e kanë marrë më herët në sistem, nuk e di, pikuna e kanë marrë, tash të lonë definitivisht. Por ajo është e njoftën që edhe nëse e kanë bë ajo kontratë për nifet për komunës. Po flasë për pronën, për tokën. Kini parasysh, toka është prona. Unë një pyetje hipotetike, pa ta bën njerit prej tyre banorëve. Pyetje hipotetike. Po u rënu ajo objekt, pat një tërmet, u rënu. A moni me ndërtu ju mate? S'moni sepse toka është e juja.